Kam një pyetje e cila më mundon shumë dhe në realitet jam pas një zgjidhje, thot. Jam një motër besimtare e cila vua jashtë mase me burrin, e kam invalid dhe kemi më të fëmijë. Problemi është se njerëzit e burrit gjithmonë më nënçmojnë, më ofendojnë dhe kohët fundit po më kërcënojnë që ta lej shtëpinë dhe të kthehem tek prindërit e mi. Mirë, po tek prindërit e mi nuk kam asnjë lloj përkraje. Raportet me burrin i kam shumë të mira sepse i shërbej, po edhe me fëmijën gjithashtu. Ata më thonë ik, lëre fëmijën. Përderisa raportet me burrin i ke mirë, përderisa ty Zotit në roft i shërben, edhe pse ai është invalid e tjerë, ty Zotit ruaj, ty Zotit në roft, këta mëndzyrat, shumëzoj me zero, konsideroj si kur nuk ekzistojnë në jetën e kësaj bote, dhe nëse tentojnë herë tjetër denoncoj për shqetësim, denoncoj në polici, inshallah po ja arreston policia, ose urdhër mbrojtje për shkaktim shqetësimi në familje. Absolutisht. A kupton, nusja, tu i shërby djalit që është invalid, tu i bot gjitha gjërat, çdo gjë mirë, çdo gjë okay, ngjallen shtrigat, mëndzyrat, kafshët, ngjallen, thon X, ec, edhe fëmijët na lojsh neve. Po ju si jeni njerëz, pasha Allahun, për Zotin ju nuk jeni njerëz. Këta këtu nuk janë njerëz, pasha Allahun që s'ka Zot tjetër për shti. Ta s'ka libër Guinness që i përfshin më vëlla. Do të më shpik në çmim tjetër botëror, që do të quhet çmimi i mëndzyrave, edhe me i fut me çmim këta duhet marrin çmim këta. Edhe historia e tyre duhet bëhet publike, me emër, me mbiemër, kush është, ku ka jetu dhe çfarë ka bërë.